Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar në lidhje me zhvillimet e fundit në aspektin ekonomik këtu në Kosovë, por përfshirë edhe ato politike, duke e cilësuar gjendjen aktuale si jo normale dhe të dhimbshme por qytetarët. Ndër të tjera, ai tha se vendi po përballet me një situatë të paprecedent ku institucionet funksionojnë jashtë normave ligjore kushtetuese dhe ku parlamenti ndonësi i zgjedhur mbetet i pezulluar. Ai nëpërmjet një postimi në Facebook theksoi se debati politik është vendosur tërësisht në çështje politike, ndërsa problemet reale të qytetarëve po lihen në arres. Haradinaj ngriti shqetësimin edhe për varfërinë në rritje, emigrimin masiv dhe rritjen e çmimeve, duke veçuar shtrejtimin e energjisë elektrike dhe vështirësitë në sistemin shëndetësor dhe në atë arsimor. Ai tha se Kosova nuk është e varfër, por e keq qeverisur. Këtu mund të sigurohet e ardhmja e sigurt jo vetëm për ne që jetojmë këtu, tha Haradinaj, por edhe për ato qindra mijëra qytetarë që sot jetojnë në diasporë.